Edi Rama njofton deputetët se do të bëjnë betejë në listën e hapur. Kryes socialisti thotë se vetë ai mund të mos kandidojë fare në zgjedhjet e 11 majit. Berisha paraqet koalicionin me 25 parti me cilin do të garojë në zgjedhje. Opozita synon fitoren me sloganin Shqipëria madhështore. Erion Veliaj deklaron se nesër në gjykatën e apelit do të çmontojë akuzat e prokurorisë së posaçme. Edhe avokat amerikan në mbrojtje të kryetarit të bashkisë. Ora 19 në mbrëmje në Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Ishin titujt, shkojmë me radhë. Kryeministri Rama u bëri të qartë deputetëve aktual se do të jenë në listën e hapur të kandidatëve. Në mbledhjen e grupit parlamentar sot, kryetari i partisë e konsideroi 11 majin si vendimtar për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por Rama çuditi kur tha se nuk e ka vendosur ende kandidimin e tij dhe nëse do të jetë apo jo në lista. Në prag të miratimit zyrtar të listës garuese të 11 majit, kryeministri Edi Rama zbuloi detaje nga formula se si do të përzgjidhen kandidatët potencial, duke paralajmëruar xhaketat e vjetra se koha për betejën e hapur ka filluar. Asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Sepse, parimisht, luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë. Kreu i Selisë Roz paralajmëroi transfuzion gjaku në venat e partisë. Pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet të jenë aty. Teksa njoftoi se drejtuesit politik duhet të udhëheqin skuadrën dhe jo të futen në gar votash, Rama surprizoi kur tha se ende nuk ka një vendim për veten e tij nëse duhet të kandidojë si deputet apo jo. Pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund të mos jam fare në listë. Nuk e qenë deputet i gjithëve. Shefi majorancës theksoi se 11 maj është vendimtar për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Nuk ka kapacitete të tjera jashtë kapacitetet Partisë Socialiste që mund të flasin me botën sot. As me Europën, as me NATO dhe as me askënd tjetër. Rama nuk la jashtë vëmendjes edhe reformën në drejtësi, duke përsëritur se është si rezultati i Partisë Socialiste, ndërsa një mesazh e kishte edhe për opozitën që kërkoi të shkrijë spakun sipas Edi Ramës. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik, nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë page nga Amerika për të bërë një makiazh trampist të fushatës së atyre forcave. Rama u duki shliruar në përfundim të mbledhjes, ndërsa zgjodhi të shkonte në këmbë drejt kryeministrisë. Sali Berisha paraqiti sot koalicionin me të cilin do të garojë në zgjedhjet e 11 majit, ku bëjnë pjesë 25 parti. Me sloganin Shqipëria madhështore, opozita do të kërkojë sigurisht votat me synimin për të qeverisur vendin. Duke folur para aleatëve, Berisha tha se Edi Rama tentoi që ta binte atë që të bashkonin votat për shkrirjen e spakut, por sipas tij Berisha refuzoi. Partia Demokratike prezentoi Aleancën për Shqipërinë madhështore, duke çelur de facto fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari PD Sali Berisha shfrytëzoi ceremoninë ku merrnin pjesë përfaqësuesit e 25 partive aleate për të deklaruar se ky është koalicioni që do të kthejë opozitën pushtet pas 12 viteve opozitë. Ky koalicion që inaugurohet sot, që paraqitet sot para shqiptarëve, përfaqëson
jo vetëm shumicën absolute në distancë të qytetarëve shqiptarë, por përfaqëson në distancë elitën politike dhe të gjithanshme të kombit shqiptar. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha shpjegoi edhe sloganin Shqipëria madhështore, duke theksuar se programi elektoral i opozitës do të mundsojë ndryshimin real të jetës së çdo qytetari. Ku e nisim ne ndërtimin e Shqipërisë madhështore? Ndërtimin e Shqipërisë madhështore e nisim tek dhimbjet e tyre, tek vuajtja e tyre, që vjen nga varfëria ekstreme, me zotimin solemn se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Berisha replikoi në distancë me rivalin politik, kryeministrin Edi Rama, i cili ka ironizuar koalicionin opozitar, duke u fokusuar tek një prej kryetarëve të këtij koalicioni, Kujtim Gjuzin. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bret Koca, Zhaba, dhe tani s'fundi i kanë ngel në gojë ku je Kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të çmellët pas musteqeve tua. Ku e kam Kujtimin? Ha, bravo. Më pas gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha kujdes të sqarojë pozicionin e tij të ri në raport me SPAK-un, duke theksuar se është kundër shkrirjes së tij. Ai dështoj të siguroj votat e PD-s dhe të bind Sali Berishën për të shkris skapin e partisë, dështoj, bëri përpjekaj, edhe publike, edhe në rrogoz, por siç kam deklaruar dhe siç jam betuar, s'do i bashkoj kur votat me te. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi pak javë më parë se do të shkrijë prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit, por më pas ai ndryshoi qendrim duke deklaruar se është për reformimin e SPAK-ut. Betej për të mbrojtur familjen, por edhe shqiptarët. Kështu e ka cilësuar Erion Veliaj seancën e nesërme në gjykatën e apelit të posaçëm, ku do të kërkojë ndryshimin e masës së sigurisë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës është shprehur se nesër do t'i përgjigjet akuzave të prokurorisë, për të cilat mbahet në qeli prej 1 muaji. Kryebashkiaku Erion Veliaj një ditë para seancës që do të ketë në gjykatën e posaçme të apelit, paralajmëron se përballja e nesërme do të jetë një rikthim i tij. Pas 1 muaj izolim, nesër do të rikthehem për të mbrojtur veten, familjen, por edhe çdo shqiptar që beson se letrat anonime janë pjesa më e shëmtuar e regjimit që lam pas, e s'kan vend në Shqipërinë moderne. Shpallja i dënuar pa gjyq që në nisje ndodhte në ditët më të errta të ferrit komunist, por jo në një demokraci europiane. Hetimi biografisë personale apo vetingu i paligjshëm, si ky imi për 20 vjet, ndodhte vetëm në kohën e Sali Enverit, por jo sot në shekullin e 21. Veliaj nuk e ka kursyer sërish akuzat ndaj prokurorit Olzdado. Persekutimi i familjes nga një noter, nga babi, me pesa, pa meritë pa ligj, ndërtues në konflikt interesi, nuk mund të jetë etaloni i reformës në drejtësi. Shteti me WhatsApp në ditë pushimi, nga militant të zellshëm të Saliut, sot hetues të Olcit, është fyerje ndaj reformës ku besuam të gjithë. Presionin ndaj dëshmitarve, duke ju kujtuar burgun, prindërit e fëmijët, u përket xhelatëve të një regjimi, jo demokracisë. Teksa nënvizon se më shumë do të shprehet në seancë, Veliaj thotë se prezumimi i pafajësisë është detyrim për një standard europian. Një avokat amerikan i një studioje amerikane që mbron prej 15 vitesh presidentin Trump ishte sot në Durrës, ku vizitoi kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj. Ai deklaroi se mbajtja në burg e një politikani pa akuza të qarta është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor. Ekipi avokatëve të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka zhvilluar sot një vizitë në ambientet e paraburgimit në Durrës, një ditë përpara seancës së apelit për shqyrtimin e kërkesës së tij për liri me kusht. Në këtë takim atyre ju bashkua edhe Joshua Roberts, përfaqësuesi i studios ligjore amerikane Caswitz Benson Torres, e cila po këshillon kryetarin Veliaj
Në një deklarat për mediat pas vizitës, Roberts bëri të ditur se ndodhet në Shqipëri si vëzhgues dhe theksoi rëndësinë e respektimit të standardeve ligjore ndërkombëtare. Në Shtetet e Bashkuara, sipas kushtetutës dhe legjislacionit amerikan, akuzat penale ngrihen vetëm kur ekziston një shkak i arsyeshëm që një vepër penale është kryer. Gjithashtu, ndalimi i qytetarëve para gjykimit ndodh vetëm nëse ata paraqesin rrezik aratisjeje ose rrezik për shoqërinë. Ai shtoi se do të ndjek nga afër argumentat e apelit për çështjen e kryetarit Veliaj. Mbajtja e një politikani në paraburgim pa akuzat e qarta dhe pa një rrezik të justifikuar është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor dhe demokracisë. Nesër do të ndjek nga afër argumentet e apelit për çështjen e kryetarit Veliaj. Ndërkohë gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar sot kërkesën e nënës së Ajola Xoxës, Valbona Xoxa, për heqjen e sekuestros së një vile që ndodhet në Sherret. Komisioni i ankimeve dhe sanksioneve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka rrëzuar vendimin e kryekomisionerit Ilirian Celibashi për një projekt ligj për trajtimin e të dënuarve, i cili më herët u ndalua për të shqyrtuar në kuvent. Ky projekt ligj, që ka në fokus lehtësimin e kushteve të izolimit, duke kaluar nga një burg i zakonshëm në një burg të hapur, i mundëson të dënuarve që të punojnë gjatë ditës dhe në mbrëmje të kthehen sërish në izolim. Gjatë shqyrtimit në komision, propozuesi i nismës, deputeti socialist Nasip Nacho, sqaroi se dokumenti u dorëzua në kuvent brenda afateve ligjore, ndërsa administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pretendoi se ky projekt ligj sjell përfitime të një kategorie të veçantë. Për 2 ditë përfundon afati i dorëzimit të listave të kandidatëve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 2 forcat kryesore në garë pritet që t'i dorëzojnë këto lista siç ndodh zakonisht në çastet e fundit, pra pas nesër rreth mesnatës, ku ngjajnë dhe ku ndahen 2 forcat kryesore politike në mënyrën se si i kanë ndërtuar listat e kandidatëve. Këtë pyetje do t'ja bëjmë komentatorit politik Namir Lapardaja. Mbrëma, Namir, pra kjo është pyetja. Ku ndahen dhe ku bashkohen të 2 partitë me këtë taktik? Po, siç e hapni ju paraprakisht, forcat e mëdha politike kanë treguar për gjatë gjithë këtyre viteve që listat e deputetëve i lënë për minutën e fundit. I lënë për shkak të asaj se pavarësisht se çfarë deklarojnë publikisht, qoftë PD-ja e Berishës me primaret, por qoftë edhe PS-ja e Ramës me platformën deputetit që duam, në fund të ditës do të jetë Berisha dhe Rama ata që do t'i vendosin deputetët sipas kritereve në thonjza që vetëm ata i dinë në fakt, dhe më shumë siç e ka treguar deri më tani, kriteri vetëm për të qenë pjesëtar i këtyre listave është lojaliteti i madh ndaj kryetarit të partive politike, për mos përmendur pastaj ndonjë term pak më të rend. Besnikëria, po. Besnikëria, por në politikën shqiptare kjo besnikëri shpeshherë i tejkalon limitet e një besnikërie normale dhe shkon deri në servilizëm, por nuk doja ta citoja një term të tillë. Gjithsesi Rama, duke filluar nga viti 2009, kur ai për herë të parë ka hartuar një listë, qoftë listën e zgjedhjeve përgjithshme, por edhe qoftë më pas atë zgjedhje lokale, ka pasur probleme të mëdha dhe probleme të rënda me elementet e botës së krimit. Në këtë kuptim, Ramës me një imazh mjaft të rënduar të korrupsionit, por edhe të këtyre lidhje gjatë kësaj kohe, do t'i duhet të krijojë një listë tërësisht të re. Ndërkohë që Berisha nga ana e tij është më i qartë në atë çfarë do. Berisha do një grup të vogël të qëndrojnë besnik, ashtu siç kanë qëndruar besnik gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare të konfliktit në Partinë Demokratike. Pikërisht do të kërkoja një opinion lidhur me atë që mund të jetë specifike për secilin grup politik. Pra, Berisha ka bërë të ditur se rezultatet e primareve, zhvilloi primaret, do të korrigjohen gjithsesi. Dhe është ajo që ti the që në kryesinë e partisë do të ketë diskutime të tjera. Se si do të bëhet ky korrigjim ende nuk është e qartë ose nuk është fort e qartë. Si mendon për këtë mënyrë që ka zgjedhur Berisha?
Korrigjimi vetëm që do të bëhet është në atë listë do të vendosen personat besnik të Sali Berishës, personat që përgjatë këtij 3 vjeçari konfliktit të egër në Partinë Demokratike i kanë qëndruar atij besnik dhe personat të cilët e ndihmuan atë për të ardhur në këtë ditë, por pikërisht edhe për një arsye tjetër nuk ka sot në Partinë Demokratike njerëz që realisht mendojnë që në zgjedhjen 11 majit alternativa e Sali Berishës do të jetë një alternativë fituese, kështu që këtij grupimi duhet më tepër të ruajë pozitat e forcës së parë opozitare. Pra, betejë e tyre është betejë për primatin e opozitarizmit. Kurse Rama ka zgjedhur taktik tjetër, pritet që të vendos të fusë në listat e sigurta më shumë të rinj ose shumë të rinj, ndërsa të vjetrit duhet të themi të djersin që të fitojnë pëlqimin e zgjedhësve. Edhe për këtë taktik një opinion. Por Rama, siç e thash edhe pak më parë, përgjatë gjithë këtyre viteve ka pasur probleme të rënda me kriminalizimin e politikës shqiptare. Pavarësisht se ai ka qenë gjithmonë përgjegjësi i artimit të listave, ai nuk ka mbajtur përgjegjësi asnjëherë. Dhe përgjimet e fundit të SPAK-ut dhe rasti i deputetit Qyrbja në Durrës tregoi që edhe kur bota e krimit nuk merr pjesë drejt për drejt siç kishte marrë përpara ligjit të dekriminalizimit, ata bëjnë gjithçka për të ndikuar tek Edi Rama dhe tek Partia Socialiste për të vendosur deputet të sigurt në listat e deputetëve. Pra, në këtë kuptim Ramës me këtë imazh pothuajse të shkatëruar publik në raport me besueshmërinë publike, duhet të krijojë një listë me njerëz siç bëri edhe pak më parë, me njerëz anonim, me njerëz të cilët u mbartin ngarkesa qoftë të pushtetit aktual, por qoftë edhe të historisë së Partisë Socialiste. Faleminderit Namik Labardaja, komentator politik. Ecim tej. Ministri i Jashtëm Igliasani priti sot në Tiranë ministren për çështjet europiane të Suedis. Gjatë takimit ata vlerësuan bashkëpunimin mes dy vendeve, ndërsa Hasani e konsideroi të rëndësishme mbështetjen që Suedia ka dhënë për Shqipërinë për reformat institucionale dhe teknike. Ndër të tjera, ministrat diskutuan mbi angazhimin e përbashkët për të ruajtur dhe forcuar vlerat demokratike, paqen dhe sigurinë në Europë. Sot shënohet nisja e procesit gjyqësor për vrasjen e nxënësit 14 vjeçar Martin Cani në Tiranë. Prindërit e tij ishin të pranishëm në seancë ku kërkuan drejtësi për djalin e tyre. Është hyrë seanca e parë paraprake për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani, shkaku bë mungesa e shokut të Canit, i cili mbeti i plagosur pas konfliktit në afërsitë të shkollës Fanoli në Tiranë. Të pranishëm në seancë ishin dhe dy prindërit e viktimës, Ëngjëll dhe Florina Cani, të cilët u futën në gjykatë të kapur dorë për dore. E ëma tha për gazetarit se ajo nuk do të dorëzohet derisa të vendoset drejtësia për të birin. Do luftoj që dal e drejta, për drejtësi kemi ardhur, dal e drejta dhe të mbrohen gjithë fëmijët, sepse sot më ramu nesër mund të bëj kujdo. Se edhe fëmia im të bëhet një simbol për fëmijët e tjerë që mos ndodh te asnjë familje. Kjo tragjedi shumë mua ndodhi. Avokati familjes Cani kërkoi që seancat të jenë të hapura me prezencën e mediave. Këto lloj seancash ku pothuajse gjithë dosja ka dalë në publik, s'ka më sekret, nuk ka më emra personazhesh apo personash të përfshirë në këtë ngjarje të mbetet e mbyllur për publikun. Duhet të jetë seancë ku marrin pjesë gazetarët, marrin pjesë qytetarët, se në këtë formë ne bëjmë drejtësi jo vetëm në dhënien e drejtësisë, por dhe në dukje drejtësisë në mënyrë që të arrijmë në përfundimet e duhura. Martin Cani u vra nga bashkëmoshatari i tij me datën 18 nëntor të vitit të kaluar vetëm 200 metra nga shkolla Fanoli. Dy adoleshentët kishin një konflikt të rëdit përpara ngjarjes së rënd dhe kishin lënë për t'u sqaruar. Autori pas mësimit nxori thikën dhe qelloi për vdekje 14 vjeçarin, si dhe plagosi rënd shokun e tij. Autori i dyshuar akuzohet për veprën penale, vrasjen e rrethana cilësuese ndaj një të mituri. Minatorët e minierës më të madhe në Bulqiz, e cila administrohet nga një kompani turke, dolën sot në protestë. Ata thanë se firma nuk ka zbatuar kontratën për rritjen e pagave dhe po ashtu nuk ka dhënë shtesën për 4% të inflacionit. Minatorët sqaruan se kompania do t'i detyrojë që të punojnë edhe ditët e shtuna. Drejtuesit e firmës nuk i lejuan minatorët që të protestonin në ambientet e minierës
ndaj zgjodhen të bojkotojnë punën sot. Pak ditë më parë, protestat e ngjashme u zhvilluan edhe nga metalurgët e uzinës së ferrokromit në Burel, të cilët akuzuan kompaninë për shkelje të kontratës së punës. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit është rikthyer në Shkodër për prishjen e objekteve duke i hapur rrugën asaj që quhet rikualifikimi i hyrjes së qytetit. Investimi i qeverisë parashikon në një ndërhyrje të plotë dhe transformim të gjithë zonës. Të parashikuara për të shembur janë 10 objekte, kryesisht bare, restorante dhe njësi shërbimi. Investimi është mbi 5 milion euro dhe synon transformimin e bregut perëndimor të liçenit të qytetit të Shkodrës. Përfunduam edicionin kryesor të lajmeve për sot të hënë 10 mars. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.